rekomandimi parajosh përbën grupin e dytë të organizatave vëzhguese dhe vëzhgues të tyre. Sipas planit, kohorta aktiviteteve për zgjedhjet që mbahen në datën 7 qershor 2026, periudha aplikimit për akreditim të vëzhguesve ka përfunduar me datën 30 maj 2026. Bazuar në kriteret të siç përcaktohen në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullorës zgjedhore numër 6 hyje për 2000, numër 4 hyje për 2026 për vëzhguesit e zgjedhjeve, gjithsej 72 organizata me gjithsejt 15.782 vëzhgues rekomandohen për akreditim, të cilat po I lexoj si në vijim. Koalicia Vakat me 476 vëzhgues. Ashkalit e Bashkuar me 46 vëzhgues, Lëvizja Vetëvendosje me 3.879 vëzhgues, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me gjithsejt 2.541 vëzhgues, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës me 60 vëzhgues, Jedinstvena Goranska Partia me 110 vëzhgues, Kosova Demokratik Turk Partisi me 132 vëzhgues, Partia Liberale Egjiptiane me 13 vëzhgues, Lidhja Demokratike e Kosovës me 3.253 vëzhgues, Nova Demokratska Stranka me 135 vëzhgues, Partia Demokratike e Kosovës me gjithsejt 3.789 vëzhgues, Socialdemokratska Unia PSA me gjithsejt 8 vëzhgues, Socialdemokratska Unia me 104 vëzhgues, Srpska Lista me 361 vëzhgues, Za Slobodu Pravdu I Opstanak me 18 vëzhgues, Qendra për Politika dhe Avokem me 151 vëzhgues, KDI me 21 vëzhgues, Lëvizja Fol me 7 vëzhgues, Qendra Kulturore Orfeu me 68 vëzhgues, Germin me 8 vëzhgues, Rjeti I OJQ-ve Avonet me 3 vëzhgues, Graçanica Online.info me 4 vëzhgues, Qendra për informim të hapur me 2 vëzhgues, Parliamentary Assembly of the Council of Europe me 19 vëzhgues, Programi Vëzhguesve Ndërkombëtar me 22 vëzhgues, Institute de Cooperation and Development me 75 vëzhgues, ATV Media me 24 vëzhgues, Klan Kosova SHPK me 56 vëzhgues, Radio Televizioni 21 me 23 vëzhgues, Index Online me 12 vëzhgues, Tandem Press me 1 vëzhgues, Arbresh.info me 5 vëzhgues, Televizioni T7 me 20 vëzhgues, TV1 me 28 vëzhgues, Art Media me 3 vëzhgues, Soareka Online me 1 vëzhgues, TV Hertz me 3 vëzhgues, Ekonomia Online me 6 vëzhgues, Vendi Sot me 1 vëzhgues, Radio KM me 4 vëzhgues, Radio Graçanica me 5 vëzhgues, Gazeta Insider me 4 vëzhgues, Radio Televizioni Kosovës me 99 vëzhgues, Raportor 24 me 1 vëzhgues, Radio Dodona me 2 vëzhgues, Gazeta Demos me 5 vëzhgues, Agjencia e Lajmeve Kosova Press me 28 vëzhgues, Interactive Talks me 1 vëzhgues, Gazeta Nacionale me 2 vëzhgues, TV Most me 6 vëzhgues, R Media me 2 vëzhgues, SK Live Media me 1 vëzhgues, Euronews Albania me 7 vëzhgues, A2 CNN me 6 vëzhgues, Radio Televizia Serbie me 7 vëzhgues, Report TV me 2 vëzhgues, TV Klan me 6 vëzhgues, Reuters me 6 vëzhgues, Top Channel me 4 vëzhgues, Nina Media me 1 vëzhgues, ORF me 1 vëzhgues, Anadolu Agency me 1 vëzhgues, Deutsche Welle me 1 vëzhgues, Newsmax Balkans me 3 vëzhgues, Radio Plus TOO me 2 vëzhgues, Agence France Press me 2 vëzhgues, Radio Televizioni Shqiptar me 2 vëzhgues, News 24 me 1 vëzhgues, British Embassy Prishtina me 16 vëzhgues, European Union in Kosovo me 24 vëzhgues, Turkish Embassy in Prishtina me 9 vëzhgues dhe Ambasada
e Republikës Federale të Gjermanisë me 13 vëzhgues. Pra gjithsejt bëhet fjalë për 72 organizata vëzhguese me gjithsejt 15.782 vëzhgues, ku zyra rekomandon akreditimin e tyre. Faleminderit Besnik. A ka ndonjë diskutim lidhur me këto organizata? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. Terminën vota për akreditohen organizatat që sapo I lexoi drejtori. Pjesë e rekomandimit është edhe pjesë e këtij dokumenti është edhe rekomandimi për refuzim të një akreditimi. Bëhet fjalë, domethënë është faqe 9 e dokumentit, bëhet fjalë për Radio-Televizia Vojvodine, e cila ka aplikuar si media vendore me qërast në bazë të regjistrave zyrtar që posedon Republika e Kosovës. Kjo organizat, kjo media nuk është e regjistruar si media vendore, po ashtu në rubrikën e deklaruar për ngarkimin e certifikatës ka ngarkuar kartelin identifikuese, me qërast nuk ju ka përmbajt procesit të aplikimit siç kërkohet në secilën fazë për bashkaqitje të dokumenteve. Lidhur me këtë, zyra I rekomandon KQS-s refuzimin e kërkesës për akreditim të Radio-Televizia Vojvodine për zgjedhjet që mbahen me datën 7 qershor 2026. Faleminderit. Ka ndonjë koment? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. Në vota për, abstenim, një abstenim, refuzohet akreditimi I Radio-Televizia Vojvodine. Vazhdojmë me pikën e radhës, Këshilli për Operacionet Zgjedhore. Po, përshëndetje për gjithë. Në mbledhjen e mbajtur të Këshillit për Operacionet Zgjedhore, ne I kemi shqyrtuar dhe I kemi sjell për miratim 3 pika të ndryshme. E para ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e anëtarëve të ekipit numërimit në qendrat komunale të numërimit për zgjedhjet e parakohshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës që do të mbahen me 7 qershor, bazuar në formulën e miratuar më parë nga KQZ për ekipet e numërimit në QKN, subjektet politike kanë dërguar nominimet për anëtar të ekipeve të numërimit në qendrat komunale. Andaj, bazuar në listën që e ka sjell sekretariati, rekomandojmë emërimin e gjithsej 2212 anëtarëve, të cilët do të jenë pjesë e 508 ekipeve të numërimit në 38 qendrat komunale të numërimit. Dua të theksoj këtu gjithashtu faktin që KQZ-ja, kur ka dërguar njoftimet për nominimet e anëtarëve të këshillave apo të ekipeve të numërimit në QKN, ka kërkuar nga subjektet politike që ato të mos dërgojnë emrat të cilët kanë qenë të përfshirë në parregullësitë që janë evidentuar gjatë zgjedhjeve të fundit, dhe për këtë mbajnë përgjegjësi në këtë rast edhe subjektet politike nëse në ndonjë prej rasteve ato kanë dërguar persona apo individ që kanë mund të jenë të përfshirë. Natyrisht, ne edhe si anëtar të KQZ-s, po edhe sekretariati gjithashtu, për atë sa ka mundur, ka qenë I përfshirë në mos përfshirjen e tyre, por se në fund përgjegjësia natyrisht do të mbetet subjekteve politike mbi përbërjen e listës së këtyre trupave që do të merren me procesin e numërimit të votave apo flet votimeve për kandidat. Andaj si tillë ne rekomandojmë për të aprovuar nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve. Faleminderit. A ka ndonjë koment lidhur me këtë pikë? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. Në 10 vota për, miratuan anëtarët e ekipit të numërimit në qendra komunale të numërimit. Pika radhës. Pika radhës ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e anëtarëve të këshillave të vendvotime për vendet e paplotësuara. Sot e keni listën me gjithsej 153 anëtarë të këshillave të vendvotime për vendet e paplotësuara, për të cilën ne kërkojmë që të miratohen, ndërsa kanë mbetur edhe 500 vende të paplotësuara për anëtarë të KVV-ve, sa dy janë dërguar gjithashtu subjekteve politike njoftime që ato sa më parë t'i sjellin gjatë ditës së sotme emrat e paplotësuar, dhe më pas ne do t'i trajtojmë si Këshilli Operacioneve Zgjedhore dhe do t'a sillim edhe
pjesën e mbetur. Andaj për sot janë të paraparë 153 antarë të këshillave të vendvotimit për vendet e paplotësuara që të miratohen nga KQZ-ja. Faleminderit Alban. Ka ndonjë koment lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedh në votim kush është për? 10 vota për, miratohen. Pika radhës sa ka? Pika radhës ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e stafit të rezervë të këshillave të vendvotimit dhe stafit asistues për votimin, procesin zgjedhor, pra të votimit në përfaqësi diplomatike, i cili mbahet me të shtunën me datën 6 qershor. Ne kemi shqyrtuar dhe kemi dërguar e kthjellim këtu për miratim listën e zyrtarëve të MPSD-s të cilët do të dërgohen në përfaqësi diplomatike për të angazhuar si rezerva në KVV në përfaqësi pra diplomatike apo zyrtar asistues. Numri total i zyrtarëve është 66 dhe ne rekomandojmë për miratim në KQZ. Faleminderit. A ka ndonjë koment? Bandash? Po, ide? Faleminderit kryesues. Sa i përket çështjes së tërheqjes së pakove të votimit nga fat postal në për qendrat ku janë të vendosura, është mirë që kjetë parasysh edhe informimi me kohë i subjekteve politike në mënyrë që tërheqja të bëhet në prezencën e vëzhguesve të subjekteve politike në për kudo në vendet në perëndim ku janë, edhe të lajmërohen me kohë, jo vetëm me lanë e vazhdën e dërgimit një emaili, sepse edhe ka gjasë mund të mos lexohet, dhe pastaj të mbetet me një vëzhgues apo pa përfaqësim në mbikëqyrja, por në njëjtën kohë të ketë parasysh edhe çështja e vlerësimit të pakove, për faktin se mos thuhet që është mbush fahi postal, edhe tash na detyrimisht duhet me shku me shprazë, qoftë edhe pa prezencën e vëzhguesve të subjekte. Do thotë kjo të vëzhgohet për cilët për çdo ditë në mënyrë që të ketë prezencë për faktin që ofron edhe besueshmëri edhe heq gjitha dilemat që mund dalin gjatë këtij procesi. Do thotë me pas një fokus shtum në mbikëqyrjen edhe në informimin e saktë të subjekteve politike që të kenë vëzhgues të tyre çdo herë kur bëhet tërheqja e pakove. Faleminderit. Faleminderit. Të një koment lidhur me pikën. Veç si njoftim, me qenë se në Këshillin për Operacione Zgjedhore ne pranuam si njoftim, dje janë tërhequr natyrisht pas njoftimit të bërë subjekteve politike përmes emailit që ata të dërgojnë vëzhgues, janë tërhequr nga kutia postare në Berlin 9650 zarfe, të cilat më pas do të dërgohen në Prishtinë, në KQZ pra, dhe sot veç janë dërgu po, dhe gjithashtu edhe ditën e njëjtë është paralajmëruar që do të bëhet një tërheqje e radhës, për cilën jo vetëm në Berlin, po në mesodiell në Bern, por për këtë do të mbetet të njoftohet KQZ-ja me kohë. Në anën tjetër, subjektet politike i kanë marrë njoftimet me kohë, po që ata persona që në përgjes kodër subjekteve politike do duhet të shikojnë emailat pak më shpesh. Po anën tjetër, gjithashtu është mirë që të njoftohemi edhe ne si KQZ në për kohën kur bëhen tërheqjet paraprakisht, mirë që të shërbejmë edhe si një mekanizëm shtesë i informimit dhe edhe të subjekteve politike dhe vëzhguesve për tërheqjet të cilat do të ndodhin sipas planit gjatë ditëve në vijim. Faleminderit. Nëse s'ka diçka koment lidhur me këtë pikë, e hedh në votim. Kush është për? 13 vota për, miratohet stafi rezervi i Këshillave të Vendvotimit dhe stafit asistues në përfaqësi diplomatike. Ka dikush diçka lidhur në pikën e të ndryshme? Nëse jo, me kaq e përmbyllim takimin.